Ish-kryeministri Sali Berisha 9 vite pas votës pro për reformën në drejtësi e cilëson dështim sistemin e ri dhe akuzon drejtësinë e re për rritje të korrupsionit. Sali Berisha deklaroi me 29 tetor se reforma në drejtësi për cilën kishte votuar pro në 22 korrik 2016 është e dështuar dhe ka prodhuar një rritje të korrupsionit në institucionet e reja. Dosjet në skap mbyllen kundrejt rishfeteve dhe se skapi partisë aktualisht është institucioni më i korruptuar në historinë e drejtësisë shqiptare. Berisha përmendi rastin e SPAK-ut dhe akuzoi kreun e ri për marrje të parave për të falsifikuar dosjen e Krishnik Farukut, duke treguar se sipas tij Altin Dumani kishte vizituar paraditën e së mërkurës në Mans, ku kishte kontaktuar me personin e përmendur. Një prokuror të tillë që se heton dot njeri, ja urdhëra kazusi i Krishnik Farukut për krimet e tij, po çfarë do ta gjykosh gjatë këtu? E kërkoi drejtësia italiane? Shko gjykohet atje. S'mund gjykohet dy herë njëri për të vepër njeriu. Ka parim universal drejtësia. Gjykata e Durrësit me korrektesë e arreston, vendos masën e sigurisë dhe do ta ekstradoj. Në listën e zyrtarëve që sipas tij janë të përfshirë në korrupsion, Berisha rënditi dhe numrin 2 të qeverisë, duke e përmendur në dosjen e Lubi Ballukut për bërjen e 2.2 miliard euro, të cilat sipas tij mbyllen me qese parash. Janë të qarta si kristali mbi 2.2 miliard euro. Lubia do merret e pandehur për 1 milion euro, për më pak mbase. Pra, e vërteta është se dosjet mbyllen me qese parash. Dhe kjo është një gjë të tmerrshme për këtë vend. Berisha theksoi se kjo nuk është herë e parë që shpreh kritika ndaj drejtësisë së re dhe sugjeroi se vendit i duhet një reformë e re e drejtësisë me ndihmën e Komisionit të Venecias.